Historia e Shqipërisë nuk është vetëm një histori luftrash dhe pavarësie, por edhe një histori ndarjesh. Ndarje që nuk u vendosën nga shqiptarët vetë, por nga fuqitë e mëdha të kohës. Dhe pikërisht këtu lind një pyetje që vazhdon edhe sot. Kush fshihet pas optimit të Shqipërisë? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në fillimin e shekullit të 20, në një kohë kur Perëndoria Osmane po shëmbej dhe Ballkani ishte në kaos. Shtetet e reja po krijoheshin, ndërsa fuqitë e mëdha po përpiqeshin të ruanin ekuilibrin e tyre. Në këtë situatë, shqiptarët shpallën pavarësi në vitin 1912. Ishte një moment historik, një përpjekje për të krijuar një shtet të pavarur dhe për të mbrojtur identitetin kombëtar. Por ajo që ndodhi më pas nuk ishte në dorën e shqiptarëve. Në vitin 1913, në konferencën e Londrës, fuqitë e mëdha si Britania, Franca, Rusia, Austro-Hungaria dhe Italia u mblodhen për të vendosur kufijtë e rinj të Ballkanit. Ajo që u vendos aty do të ndikonte për dekada në jetën e shqiptarëve. Shqipëria u njoh si shtet, por kufijtë e saj u caktuan shumë më të vegjël se territoret ku jetonin shqiptarë. Më shumë se gjysma e Shqipërisë mbeti jashtë kufijve të shtetit të ri. Kosova u dha Serbisë, Çamëria u dha Greqisë, ndërsa zonat të tjera shqiptare u ndan mes fqinjve. Dhe këtu lind pyetja kryesore: pse? A ishte ky një vendim i drejtë? Apo ishte një lojë politike e fuqive të mëdha? Në realitet, këto vendime nuk u morën bazuar vetëm tek popullsia apo historia, por mbi interesa strategjike të kohës. Fuqitë e mëdha nuk donin që një shtet i madh shqiptar të krijohej në Ballkan, sepse kjo do të ndryshonte balancën e fuqisë në rajon. Disa shtete mbështetnin krijimin e një Shqipërie të vogël, si një zonë tampon, një shtet që do të shërbente për të balancuar ndikimin mes vendeve të tjera. Në thelb, Shqipëria u krijua për një formë që është e pranueshme nga fuqitë e mëdha, jo domosdoshmërisht për shqiptarët. Kjo do të thotë se coptimi i Shqipërisë nuk ishte një rastësi, por rezultati një sër vendimesh politike dhe strategjike. Por historia nuk mbaron këtu. Pas luftës së dytë botërore dhe më vonë gjatë shekullit të 20, këto kufuj u forcuan edhe më shumë. Çdo ndryshim i tyre u bë gjithnjë e më i vështirë, ndërsa rajoni kaloi nëpër periudha të ndryshme tensioni dhe konflikti. Megjithatë, ideja se Shqipëria u coptua në mënyrë të padrejtë mbeti e gjallë në mendjen e shumë shqiptarëve. E u kthye në një pjesë të identitetit historik dhe një temë që vazhdon të diskutohet edhe sot. Por duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër të rëndësishme. Historia nuk është gjithmonë një histori komploti, por shpesh është rezultati i interesave të ndryshme që përplasen. Fuqitë e mëdha nuk vepruan për të dëmtuar një popull specifik, por për të mbrojtur interesat e tyre në një rajon shumë më të ndjeshëm. Dhe në këtë mes, shqiptarët u gjendën në një pozitë të vështirë. Pra kur pyesim kush fshihet pas optimit të Shqipërisë, përgjigjja nuk është vetëm një emër apo një vend, është një kombinim i faktorëve: politik, luftra, interesa dhe vendime ndërkombëtare. Dhe ndoshta kjo e bën historinë edhe më komplekse. Sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me një tradhti, por me një realitet ku fuqitë e mëdha vendosin fatin e kombeve më të vogla. Në fund mbetet një pyetje që vazhdon të ngrej debat edhe sot. A ishte coptimi i Shqipërisë një padrejtësi historike që mund të ishte shmangur, apo një rezultat i pashmangshëm i kohës në të cilën ndodhi?